E kuqe për loperamid, që do të thotë nuk duhet të përdoret ose ndërpre me njëherë nëse shfaqet një problem i tillë është rasti, kur po kaloni një fazë akute të kolitit ulceroz. Koliti ulceroz është një sëmundje kronike inflamatore e zorrës dhe rektumit, shoqëruar me dhimbje barku dhe diarre të përzira me gjak. Përdorimi i loperamid në këtë rast mund të keqësoj kolitin ulcerativ. Kjo pasi, ngadalësimi i lëvizshmërisë së zorrëve mund të çojë në akumulim të gazrave dhe përmbajtjes në zorë, duke u bërë shkak kështu për një zgjerim të rrezikshëm të zorrës së trashë, të quajtur ndryshe edhe megakoloni toksik. Një gjendje e rrezikshme dhe që kërkon konsultim të menjëhershëm me mjeku. Kjo është një video e shkurtër apo shorts për të ndjekur të gjitha rastet me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë të verdhë dhe jeshile të loperamid, barit aq shumë të përdorshëm për lehtësimin e heqjes së barkut apo siç quhet ndryshe diarres, kërkoni në Google ose YouTube duke shkruar e kuqe për loperamid, e verdhë për loperamid ose jeshile për loperamid, ku të gjitha fjalët shkruhen bashkë pa ndarje. Kështu, ju do të hyni në kanalin ton Semafori Barnave dhe aty do të gjeni gjitha videot e shkurtëra dhe me informacion shumë të dobishëm për ju. Nëse e shikoni të vlefshme, bëni subscribe. Faleminderit.